Mergja i fes, Ajatullahu i madh, Sheikh Lutufullah Safi El Kulba Igani. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kushdo që dëshmon njohurinë e Allahut të madhëruar edhe mesazhin e vulës së profetëve, Muhamedit, i biri i Abdullahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është musliman. Jeta dhe nderi i tij është i respektuar, pasuria e tij është e respektuar. Askush nuk ka të drejtë të ofendojë simbolet e shenjta fetare. Shpërthimet kamikaze dhe gjakderdhja e muslimanëve janë prej mëkateve më të mëdha. Është detyrë e muslimanit që të reflektojë fytyrën e vërtetë të Islamit në botë, sepse feja islame është fe e mëshirës, e dashurisë dhe e butësisë. Duhet të punojmë të bashkuar për ngritjen dhe lartësimin e Islamit të dashur dhe për udhëzimin e njerëzve në çdo vend të botës. Është detyrë e muslimanëve që të sprapsen intrigat e armiqve të Kuranit dhe të zhdukin planet e tyre nëpërmjet bashkimit dhe unitetit dhe të zbatojnë detyrat e tyre islame. O ju që keni besuar, nëse e ndihmoni Allahun, fenë e tij, edhe ai do t'ju ndihmojë dhe do t'ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja.